Shpak ka sekuestruar telefon të një zyrtare të lartë të policisë. Çfarë është kjo gjë tani? Ma thua, ma spjegon të i muaj, të kemi dhe këtë moment. Tani shkurtimisht, në kuadër të hetimit të grupit kriminal që vepronte pranë Akshit dhe pas shpalljes në kërkim të Ergysa Agasi dhe Ermal Beqiri, dy biznesmen të cilët dyshohen sipas fakt që kishin urdhëruar rrëmbimin e Geront Meqes për ta detyruar të tërhiqej nga tenderat dhe pas... Nëse njeri ishte biznesmen, një mirë fill, tjetëri ishte tjetër gjë. Mirë, dakord, ishte eminenca greje kryeministi, si thot Arben Ahmetaj, po ma lër ta shpjegoj që të shkoj deri në fund, se kam të njëjtin qëndrim si ju. Dhe pas dërgimit në arrest shtëpie të Mirlinda Karçanajt dhe masave të sigurisë për 4 persona të tjerë, gjykata e posaçme pranoi kërkesën e prokurorisë dhe ushtroi kontroll tek një sër personash të cilët dyshohet se kishin lidhje me Ergysa Agasin. Mes të tjerëve edhe në banesën e shtetasit Renato Hristiq, i cili rezulton të jetë bashkëjetuesi i Ervina Gjanës, drejtoresh aktuale e krimit kibernetik në policinë e shtetit. Ervina Gjana më herët ka qenë një ndër zonjat e implikuara në skandalin e vjedhjes së të dhënave të sistemit TIMS dhe ka qenë pyetur nga hetimi që u krye në atë kohë nga Prokuroria e Tiranës dhe nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Policore. Në momentin që u bë kontrolli në banesën e Renato Hristiq, oficerët pra agjentët e Biros Kombëtare të Hetimit gjetën dhe sekuestruan 8 aparat celular dhe 2 laptop. Dhe nga këto 8 aparat celular u sekuestruan dhe u dërguan për këqyrje dhe për zbërthim në laborator. Zonja në fjalë, pra e cila është njeriu kryesor në policinë e shtetit për shkak të hetimit të krimit kibernetik, ju drejtua gjykatës me një kërkesë dhe tha, këto janë celular të përdorur prej meje dhe laptopët janë të fëmijëve dhe duhet mi ktheni sepse nuk kanë lidhje me hetimin. Ndërkohë që ajo bëri këtë kërkesë, Spaku ju drejtua gjykatës dhe mori një urdhër kontroll edhe për vetë zonjën. Pra njeriu e dytë më të rëndësishëm në policinë e shtetit, që konsiderohet e besuara i Ilir Prodës, dhe po ashtu bashkëjetuesi i saj ka qenë shoqëruesi i Ergysa Agasi dhe njeri shumë i besuar i tij, u bë sekuestrimi i celularëve dhe gjykata tha që jo, celularët nuk mund të kthehen sepse kontrolli është bërë i ligjshëm, ka patur një vendim gjykate, ju keni qenë në bashkëjetesë, nxori dhe më pas vendim të ri dhe janë dërguar për këqyrje. Bëhet fjalë për celular që janë përdorur nga viti 2011 e në vijim. Dhe si celularët, ashtu edhe 2 laptopët janë sekuestruar dhe po bëhet këqyrja e tyre. Ndërkohë në kuadër të këtij hetimi ka patur edhe 2 momente tjera. Është duke u hetuar për zhdukjen e mistershme të Daniel Shimës, ish zëvendësdrejtori të Akshit për rreth 10 orë. Ka komentuar Berisha vazhdimisht. Që sigurisht e ka komentuar dhe është bërë lajme edhe në media. Kjo çështje është është konsideruar mbyllur nga Prokuroria e Tiranës si një largim me vullnet të tij, por nga ana tjetër Spak pretendon që ka prova dhe nuk e pengon asgjë të vijojë hetimin. Është duke u hetuar pasuria e gjithë personave të implikuar dhe është ndarë. Ju thashta korrigjoni atë, Spak sekuestron telefonat, jo telefonët. Nuk ka në indiferencë. Jo shkruajta dhe nuk e kuptoj. Tani problemi është që tek zonja Gjana, duke qenë një personazh kyç tek skandali i vjedhjes së të dhënave të sistemit TIMS, dhe duke qenë po ashtu një funksionare shumë e lartë të policinë e shtetit, mund të gjenden prova që më pas të hapin dosje të tjera ose të implikojnë zyrtarë të tjerë të policisë së shtetit. Por nga ana tjetër, prokuroria krahas grupit kriminal në Akshi, që ne kemi trajtuar dhe kemi folur gjëre gjatë këtu, biznesmen që merrnin vetëm çokolata në 10 milion euro, sepse nuk justifikonin faturat milionshë të fryra. Vetëm çokolata, as po themi gjë tjetër, vetëm aty të ndalemi. Pra ose për shembull ishte rasti se ishin disa biznesmen aty, përfshirë Gzim Hoxha e tjerë me radhë. Vetëm çokolata 10 milion euro, imagjinoni se sa ka qenë abuzimi. Pra ka qenë i gjithë një institucion tërësisht i kontaminuar nga korrupsioni dhe një institucion i gjithë i kapur nga krimi organizuar. Po për te të gjithave ka ndodhur në një zhvillim shumë i rëndësishëm. E keni parasysh herën e fundit kur isha në studion tuaj dhe ngrita shqetësimin për një tender që kishte të bënte me administrimin e dosjeve gjyqësore. Ky tender ishte ankimuar nga Geront Meqe dhe Komisioni i Prokurimit Publik në datën 30 dhjetor, pra një ditë përpara ndrimit të viteve, 40 dhjetor, çfarë ka bërë? E ka rrëzuar ankimimin e Geront Meqes dhe ja ka dhënë kujt këtë tender? Ermal Beqirit, njeriu që sot është në kërkim me urdhër arrest nga Spak dhe akuzohet për heqje të paligjshme të lirisë, konkurrencë paligjshme përmes rrëmbimit, grupit kriminal, pastrimit parave, pra ka një sër aferash korruptive dhe një sër veprash të rënda penale që mund shkojë deri në 35 vjet burg. Dhe ky tender i ka shkuar Ermal Beqirit. Nga ana tjetër, dhe e mbylla me këtë fjali, do të kemi parasysh që me këtë fjali janë duke hetuar të gjitha pasuritë dhe janë gjetur shumë transaksione
blerje të pasurive të paluajshme në vlerat të konsiderueshme. Të cilat janë duke u parë se si janë qarkulluar para. Kjo gruaja duhet të jetë pezulluar, besoj drejtori. Jo, nuk është pezulluar. Jo, që duhet të ndodhë. Edhe një është e lidhur, e largon këtë strishë. Pse s'pezullohet, a është në netim nga spaku? Jo, nuk është në netim, është subjekti kontrollit për momentin dhe është duke u verifikuar roli, por në Që janë në proces tani këto. Vetëm në drejtori më duket. Ferdinand, në drejtori spezulluar që në fillim. Veti Ilir Prodha ka spezullonte. Të lutem, Derisa kjo që edhe një pyetje që e largoni atë strishën, po, dolën fjalë që edhe Sali Berisha si shtuar diçka në një tjetër. Kam përshtypjen se ajo është një, besoj unë, një lapsus ose keq administrim, mënyra se si e shpjegoi zoti Berisha. Në aktakuzën, ose po ta lexosh me kujdes, nëse gazetarët kanë qenë të vëmendshëm, kur ka bërë relatimin e fakteve penale prokurori në aktakuzë, ka përmendur si një argument edhe një banesë të privatizuar, mos gabohem, ndoshta s'jam e saktë me termin se është term shumë vite përpara, por nuk bëhet fjalë për akuzë të re. Ne e dim shumë mirë që zoti Berisha është i kallëzuar. Zoti Gjokuta e tha që nuk është akuzë. Nuk është akuzë e re. Mënyra se si janë relatuar faktet është përdorur si element në akt akuzë. Ne e dim që zoti Berisha ka të hapur dhe po hetohet roli i tij tek ngjarjet e dhunshme të 21 janarit, po sa i përket çështjes së Partizanit, akuzat janë të formuluara, janë zyrtare dhe ka nisur procesi zyrtar penal. Që besoj është në gjykim. Zoti Berisha, me sa kuptova unë atë ditë, u përpoq të ta trajtonte këtë si një lajthitje të spakut, sepse e konsideronte si një gjë të ligjshme. Por u trajtua në media si një akuzë e re, gjë që nuk qëndron në fakt. Por është përdorur si një argument ose rrethanë rënduese nga ana e prokurorëve të posaçëm në raport me të pandehurin Sali Berisha në rastin konkret. Të nderuar të shikues, unë mendoj se s'kemi shtemi në një gjë tjetër për këtë pjesë, përgjithsisht ne folëm. U përpoqëm të ndaleshim të përmbytjet, të cilat janë jo të vogla, me dëme të jashtëzakonshme, të cilat ne ende nuk e dim si do rikuperohen. Domethënë, sidomos për njerëzit në nevojë, njerëz të varfër, të cilët, si thua, një shtëpi kanë të vendosur atë dhe të krijuar gjatë gjithë jetës vetë. Dhe ky është një problem shumë i madh, të cilën pritet që kryeministri të thotë se çfarë do të ndodhë me këta njerëz, dhe të presim më tej se si do të vijojë kjo përmbytje, inshallah ai lart nuk hedh më, thamë. Në pjesën e dytë ne do të jemi me opozitarët e rinj që refuzojnë Sali Berishën. Ti nuk do të jesh nesër, Adriana, në ledhjen e doktorit? Jo. Përfundimisht i ike nga kjo parti tani, nuk jeme. Unë kam dhënë dorëheqje. Se mos thuaj kur. Jo, patjetër. Unë prandaj thash, unë kam dhënë dorëheqje, Never say never. Shumë serioze, dhe unë i kam bërë dhe publike që mua nuk më në moralin tim politik. Si i ke tjetë dhe legjit e të sorosit aty dhe janë badë, si i ke tjetë një aty? Nga njëherë vetë pastrohet. Ka i nga posti, se s'ka i nga partia. Jo, nga partia s'kam. Që janë tare partia? Jam antar. Antare partia, këtu do të bëhemi ne tani. Edhe këto lala që së të bëhet gjallë në botë, antare partia, ja ti themun bëhu një 4 orë berë. Antare partia s'ka rëndësim. është me shije personale. Antare partije, kështu që... Unë kam Jo, thash për shembull. Jo, unë kam qenë dhe do jem, unë kam dhënë dorëheqje nga strukturat. Ato poste që kisha kam dhënë dorëheqje. Edhe sikur thes doktori thotë Adriana hajdet se partia ka nevojë. Po ma tha doktori, kur dhash dorëheqjen, më tha nëse s'kalon kandidatura jote për avokat populli, do kthesh, tha, hajde. Kështu që unë nuk them, sepse unë të thash politikën e shoh si moral, mund të duket pak absurde, dhe dyta që doktori përpara se të bëj këto tavolina... Kjo që me votat e doktorit, i thejgje doktorit që me votat e doktorit u bë avokat i popullit? Populli ka avokat tani më në... Jo, me votat me firma, që t'jemi korrekt. Votat qënë ato firma? Firma, për mua është një gabim shumë i rëndë, të cilën nuk mund t'a kalojnë kaq lehtë. Kjo është dhe një nga arsyet që unë nuk shkoj nesër, dhe arsyeja tjetër është që doktori duhet të mbaj premtimet e foltores parë, pastaj të kaloj këtë rryezat,